Mirëmbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, bëni subscribe. Sot është data 15, muaj është i 3, viti 2026 që po e lëm pas, pra është e diel në mbrëmje. Dhe, nuk mund të anashkalojmë Tetovën, vendin ku jetojmë, për dy gjëra. Një, për ndodhit me kryetarin e komunës Bilal Kasami dhe për ndodhit që po ndodhin nga, nuk themi protesta, nga mos kënaqësitë e qytetarëve ndaj biftinisë së Tetovës, lidhur me çmimet për që paguhen haku i Hoxhës, apo edhe vitrat. Pra, më ndiqni, por nëse ju pëlqen në fund, bëni subscribe. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Do ndalim pak në kryetarin e komunës së Tetovës. Ai më në fund e pranoi se objekti i ri i komunës së Tetovës mendoi të ndërtoj pa shpenzim nga buxheti. Komuna jep tokë, kompania ndërton objektin. Dhe merrni në mend, 2 vite ju dash stafit të tij të komunës të kuptojnë se nuk lejoj ka ligj. A thua sa ka raste të tjera që nuk lejon ligji e prokuroria i hesht. Por, unë do ndalem pak në atë që ai e thot, dhe kur e thot ai, ta dini se nuk e flet të vërtetën. Sepse edhe unë edhe shumë gazetarë të tjerë kemi reaguar qysh së kohë se ai po përgatit diçka tjetër, dhe se nuk është i sinqert lidhur me objektin e ri komunal. Më në fund, ai pranoi se nuk e ka zhbllokuar ende xhirllogarinë e komunës. 5 vite mandat. Dhe shtrohet një çështje tjetër, pa marrë parasysh për mbaruesit e këta. Si atëherë ka bërë pagesa dhe si janë paguar të gjithë të ndërtuesit të tij. Pra, pranë ndërtesës së komunës së Tetovës këtë javë ka nisur ndërtimi i një objekti të ri për nevojat e administratës komunale. Unë deri dje, pra deri të shtunë, kam qenë dhe sot e dje mbasdite nuk kam qenë të shoh objekte. A ka shenja sinjalizuese? Nuk ka. Nuk kishte. Dhe ja se çfarë thot Bilal Kasami. Fillimisht ideja ishte të realizohej përmes partneritetit publiko-privat, ku komuna do të jepte tokë në një lokacion tjetër dhe të ndërtojë objekti i komunës. Por rezultoi se kjo nuk është e mundur sipas ligjit, pasi nuk lejohet një kombinizim i tillë tokë për objekt. Prandaj vendosëm të shkojmë me tender dhe projekti tani realizohet me mjete nga buxheti i komunës. Pra, edhe ashtu ai ka thënë se kemi trashëguar borxh. Po, ama 5 vite o Bilal. 5 vite. Dhe shpresojmë që gjatë vitit 2026 të dalim nga përmbarimet dhe të mund të operojmë në mënyrë autonome me buxhetin. Dhe në vitin 2025 një pjesë shumë e madhe e buxhetit u realizohet përmes përmbaruesve. Problemi yt, ti thoshte ke shkopin magjik? Teuta nuk dinte ta udhëheq komunën. 5 vite s'mund ta debllokosh xhirllogarinë e komunës. Dhe ja tash ndërhyj unë, ju dini se mbahem shumë i mençur. Pra, objekti i ri i komunës dhe realiteti i buxhetit. Deklarata e kryetarit të komunës Bilal Kasami praktikisht është një pranim indirekt se plani fillestar nuk funksionoi. Në fillim ai premtoi se objekti i ri i komunës së Tetovës mund të ndërtohej pa shpenzime nga buxheti. Përmes një lloj marrëveshje me tokë, komuna jep tokë, kompania ndërton objektin. Tani ai thotë se kjo nuk lejohet me ligj, prandaj u kalua në tender dhe projekti do të paguhet rreth 1.400.000 euro nga buxheti. E si do e bësh kur e ke xhirllogarinë e bllokuar o Bilal? Çfarë nuk kupton kjo politikisht? Premtimi fillestar rezultoi jo realist. Ideja objekt pa para nga buxheti ishte politikisht atraktive, por juridikisht nuk qëndroi. Komuna është ende nën presion financiar. Vetë Bilal Kasami pranon se një pjesë e madhe e buxhetit po shkon te përmbaruesit për borxhet e vjetra dhe shpreson të dalë nga kjo situatë vetëm në vitin 2026. Unë ta jap edhe një vit, që 2027. Dhe ka edhe kontradikta politike. Nga një ranë thuhet se komuna është ngarkuar me borxhet e përmbarimit, ndërsa nga ana tjetër nis një projekt të ri me 1.400.000 euro. Po pastroi një herë borxhin e vjetër e pastaj fillo. Si lexohet mesazhi real? Fillimisht do ta bëjmë pa shpenzime për qytetarët, tani ligji nuk lejon, prandaj do paguajmë nga buxheti. Pra në thelb, projekti po bëhet me para publike, ndryshe nga sa ishte prezantuar në fillim, ku mbahej baba dhe frajer. Këtu braçet do të Freshevska Republika thonë zimski frajer letni pantallone. Një pyetje kritike që lind. Nëse komuna thotë se buxheti është i bllokuar nga përmbarimet, atëherë lind dilema politike. Pa ishte prioritet ndërtimi i një objekti të ri administrativ në këtë moment?
Deklarata e fundit e kryetarit të Bilal Kasamit për ndërtimin e objektit të ri komunët e Tovës në thelb zbulon një realitet që deri tani ishte paraqitur ndryshe para opinionit. Tu ka vend edhe për prokurorin. A thua sa dokumentet e tjera kanë kaluar në këtë stil? Fillimisht, projekti u prezantua si një zgjidhje kreative. Komuna do të sigronte ndërtesë të re administrative pa shpenzuar para nga buxheti përmes një marrëveshje me kompani ndërtimore ku komenzimi do të bëhej me tokë. Ishte një ide që tingëllonte e levërdishme për qytetarët dhe për financat komunale. Por tani ja vetë kryetari Bilal Kasami pranon se një model i tillë nuk lejohet nga ligji. Kjo do thotë se projekti nuk mund të realizohej ashtu si është paralajmëruar dhe përfundimisht komuna është detyruar të shkojë në procedurë tenderimi dhe të financojë objektin me mjete nga buxheti. Kjo krijon një kontradikt të dukshme në diskursin politik. Në njërin anë, udhëheqja e komunës vazhdimisht thekson se buxheti është i rënduar nga borxhet e trashëguara dhe se një pjesë e madhe e mjeteve po përfundon te përmarruesit. Madje vetë kryetari shpreson se vetëm gjatë vitit 2026 komuna të arrijë të dalë nga cikli i përmarrimeve dhe të operojë normalisht me financat e saj. Në anën tjetër, në këtë situatë financiare nis një projekt i ri për 1.400.000 euro për ndërtesë administrative. Kjo ngre edhe një pyetje të thjeshtë politike. Në një komunë që ende lufton me borxhe, milionshë dhe përmbarime të vazhdueshme, a ishte ky momenti i duhur për një investim të tillë? Në fund, çështja nuk është vetëm ndërtimi i një objekti të ri, çështja është transparenca dhe realizimi në premtime publike. Sepse qytetarët fillimisht u tha se objekti mund të ndërtohej pa barë për buxhetin, ndërsa sot rezulton se projekti do të paguhet pikërisht nga ai buxhet që ende po përpiqet të dalë nga borxhet. Pa marrë parasysh që premton 1.400 metra katrore kështu gjëra të tjera. Janë ato kret janë si e velli nusës që vehet përpara, të mbuluar syt. Bilal. Dhe ka dhe shumë çka tjetër po herave të tjera me Bilalin, mos ndalem. Sepse në partinë e tij veç ka më përçarje të reja në Vlen. Mediat nga Shkupi të cilët janë të afërta edhe me BDI, pjesërisht edhe me LSDM, por edhe me Vlenin, thonë se ideja për bashkimin shpejt të partive në kuadër të koalicionit Vlen përballet me pengesa serioze, ndërsa ndasitë brenda këtij bloku duket se po thellon edhe më shumë. Për momentin, sipas burimeve brenda koalicionit Vlen, marrëveshja konkrete ekziston vetëm me zgjedhjet me zgjidhjet e Bilal Kasamit, ndërsa negociatat me Alternativën dhe grupin e Azir Aliut mbeten larg një zgjidhje përfundimtare. Një nga pikat kryesore të përplasjes me përbërjen e kryesisë së ngushtë të partisë së re që si notë formohet është emri i deputetit që lakohet Ilir Demiri, i përforër dhe i liferuar si kandidat për postin e kryetarit, po has në kundërshtime të brendshme. Deputeti Mimoza Musa ato gazeta Koha ka paralajmëruar se nëse Demiri emërohet në këtë post, ai mund të largohet nga grupi parlamentar Vlen. Edhe në grupin që u shkëput nga zëvendësi kryeministi Arben Fitaj, ka qëndrime që pikërisht Musa duhet të jetë në kryetare e partisë. Ata argumentojnë se ajo është deputetja që braktisti Arben Taravarin dhe qëndroi në Vlen përafërsisht pavarësisht presioneve politike deri tash. Pra, vlon në Vlen, por Vleni është dëmi më i madh kolateral tash i shqiptarëve në Maqedoni. Dhe do ndalem pak më gjatë, nuk më zeni për të madhe, por do ndalem me LSDM. Ka një deklaratë mjaft interesante sot. Jon Frshkovski, djali i Frshkovskit plakut. Dhe ai ka dalë një deklaratë mjaft interesante. Unë do lexoj pak shqip, pastaj do lëshoj ta dëgjoni maqedonisht. Është mjaft interesante. Çdo fakturë të energjisë elektrike të tashit të tjera ju vjen, thotë, nëse është rritur, kujtoni rjetin e biznesit që e bën Mickovski. Pra, kretë ne paguajmë borxhet e Mickovskit apo investimet e Mickovskit. Dëgjoni me vëmendje. Vërtet dëgjoni me vëmendje. Ekipi antikorrupsion LSDM-s zbuloi sot rjetin e biznesit të Christian Mickovskit në energji, i cili është i lidhur me biznesin e energjisë elektrike përmes kompanive jashtë vendit, partnerëve rajonal dhe vendosës së njerëzit të afërt në pozicion kyçe. Antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s Jon Frshkovski theksoi se ky është një rjet që është i lidhur drejt për drejt me sektorin e energjisë elektrike dhe bizneset që lidhen me energjinë elektrike. Ai theksoi se rjeti fillon me Dušan Adamovićin, një person cilin Mickovski e emëroi si konsum deri në Serbi. Fillon me një emër për cilin Mickovski nuk dëshon të flasë, Dušan Adamović, thot LSDM-ja. Mickovski e emëroi atë si konsum deri në Serbi dhe për 15 ditë ai shpangu përgjigjen për lidhjen e tij, tha Frshkovski. Kjo linjë shon në strukturat jashtë vendit dhe kompanitë e energjisë. Përmes Adamovićit, një zyrtar i SNS-s, Partisë Motor të VMRO-s, në vim të kompania offshore në Kipro. Nga ku fillon zbërthimi i kësaj ngatërese biznes energji? Nga struktura offshore në Kipro është kompania Altaria Research Limited, e cila shon të Rudnap Group, një holding energjetik i biznesit sër Vojin Lazarević.
Rudnap është i lidhur drejt për drejt me Sanja Bozhinovskën, ministra e energjisë, me qeverinë e Mickovskit, theksoi Fërshkovski. Joni i Riu. Ai theksoi se rrethi mbyllet duke vendosur njerëz afër qeverisë në pozicionin kyçe në sektorin energjisë. Në Rek Bitolla, prodhuesi më i madh energjisë elektrike, Ivan Kukovski, afërt me familjen Mickovski dhe një këshilltar i Bozhinovskës, bëhen drejtor. Ç'është i rëndësishëm pra Rek Bitolla, sepse kur prodhohet më pak energji elektrike, Maqedonia duhet të mbërtojë energji elektrike më të shtrenjtë nga jashtë, tha Fërshkovski. Fërshkovski theksoi se janë pikërisht ato politika që kanë pasojë të drejtë për qytetarët. Kur shihni një fakturë të rritur të energjisë elektrike, bani në mend këtë jetë. Kjo është arsyeja. Kur sheh çmime të rritura, kur Mickovski të thotë se nuk ka para për paga, se je histerik kur kërkon paga më të larta, ky është sfondi. Për Mickovski gjithçka është thjesht biznes, tha Fërshkovski. Ja në vazhdim se si e thot ai. Почитувани граѓани, денеска антикорупцијскиот тим на СДСМ ја објавува бизнис мрежата на Христијан Мицковски во енергетиката. Погледнете го само овој октопод. На врвот секако е Мицковски. Но ќе започнеме од едно име за кое Мицковски не сака да се зборува. Душан Адамовиќ. Мицковски го назначи за почесен конзул во Србија, а 15 дена бегаше од одговор и од било каква поврзаност со него. Преку Адамовиќ, функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО, доаѓаме до офшор компанијата во Кипар, од каде и почна одмотувањето на ова бизнис енергетско клопче. Од офшор структурата на Кипар е компанијата Altaria Research Group, која води до Руднап Груп, енергетски холдинг на српскиот бизнисмен Воин Лазаревиќ. Фокусот е бизнисот со струја, а како што ќе откриеме понатаму и други бизниси поврзани со бизнисот со струја. Врската на владата на Мицковски е директна. Тука Мицковски има уште еден свој човек, министерката Сања Божиновска, која пак се поврзува директно со Руднап. Po pra, çdo gjë tjetër, e keni te telegrami.mk pak më gjatë. Unë vetëm u solla si dëshmi se nuk e them unë, e thot LSDM-ja. Si nuk e them unë, por e thot vetë qeveria e Republikës së Maqedonisë. Del ajo zëvendës ministri e transportit, më vjen shumë keq që është femër dhe çfarë nuk flet. Në Maqedoninë Lindore ajo harron se Mickovski varg e vi është duke promovuar për çdo ditë, nëse jo, atëherë për çdo javë rrugë. Ndërsa rrugat e Tov Prizren pret Godon. I dini atë dramën duke pritur Godon? Asnjëherë nuk vjen. Detyra projektuese gati, thot zonja Zekolli, për zvaritet hapje tenderit, nuk ka afat konkret. Që nuk ka ndeti, do jesh në Taf. Derisa në Kosovë po punohet në terren në Maqedoninë e Veriut, ende nuk është hapur tenderi për ndërtimin e rrugës të Tov Prizren, ndërsa nuk ka afat konkret se kur pritet të fillojnë punimet në terren. Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore njoftoi për portal se kanë përgatitur programin projektues për ndërtimin e rrugës të Tov Prizren, ndërsa të njëjtën e kanë dërguar në Ministrinë e Transportit. Dhe atje normal tash vonohet. Megjithatë nuk ka ende asnjë afat konkret se kur pritet të shpallet tenderi për këtë rrugë. Zëvendësja e transportit dhe lidhja Kaltrina Zekolli Shaqiri e konfirmoi se është përgatitur edhe detyra projektuese duke vënë procesin në lëvizje. Në kuadër të këtij procesi gjatë këtij viti përmes ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore Maqedonia janë ndarë rreth 2 milionë euro për përgatitjen e projektimit të detajuar dhe studimit të fizibilitetit për trase. Pas përfundimit të këtyre fazave teknike dhe studimeve të nevojshme do të krijohen kushte për hapat e ardhshëm, përfshirë procedurat për shpalljen e tenderit dhe zhvillimin dhe fillimin e punëve në terren, ka thënë Zekolli për portal. Okej. Zëvendësja ne do të bëjmë për fjalë, do presim edhe si vjet. Ndryshe nga rëmëva në Kosovë më 13 gusht 2024 fillon punimet për rrugën Prizren Tetov. Tash kjo Tetov Prizren sikur inshallah nuk e gjen shekullin tjetër e gjejmë. Pra, gjithandej vlon Maqedonia. Ndërsa vetëm shikoni portalet në gjuhën maqedonase, televizion në gjuhën maqedonase këtu në Maqedoni, të shihni se Mickovski për ditë me Nikolovskin urojnë dhe përërojnë rrugë
dhe fshatare të manastirit, Prilepit, Velesit, tash kanë filluar këndej nga Shtipi me Krivopallakën e kështu me radhë. Çfarë nuk ka? Por, ku ka si Maqedonia Perëndimore, ne shqiptarët e dini çfarë bëjmë. Shqipërisë që sot nuk kishte ndonjë aktivitet mediatik të Izet Mexhitit, saj është baba. Është baba. Sepse nëse nga лесно ми ја thon këtë. Христијан Мицкоски многу лаже. Како што лаже за името, сега лаже и за ЕУ. Неговата измислена приказна за влез во Европската унија без право на глас пропадна. Ајде një. Христијан Мицкоски многу лаже. Како што лаже за името, сега лаже и за ЕУ. Po pra, shqyqir që nuk në doli edhe ky joni pa tamam do vinte barabar. E për nuk thujnë ato, çfarë ka shtëpia e nxjerr fëmijë. Çfarë ka shtëpia e nxjerr fëmijë. Edhe hiç nuk skuqet, ama hiç nuk skuqet. Unë çuditem. Por, ne dim bëjmë edhe punë tjera. Dje është mbajtur në fshatin Sells, vend që të mbahet në Kalan, sepse aty ka filluar Kalaja origjinale, ka filluar lufta. Për aty kris është, unë kom qenë. Dhe kam shtyr në program i vetmi, për dhe stacionet e dhe mjetë informimi në Maqedoni, komandantin Qelën. Nuk e disha kush është. Nuk e disha, asot nuk e di kush është. Dhe, sepse asë njerë kam kërkuar një pranim, nuk kishte kohë. A që njerëzit pastaj i vojnë pasojat si politike dhe juridike është çështje tjetër. Okej. Dhe e kam ditur se do ndodh edhe kjo. Pra, unë isha i vjetni mjet si Radovisari dhe Mesut Shabani, që u dha në gjyq, dhe atje thot Mesut Shabani ka nxitur luftën në vitin 2001. Që s'është e vërtet. S'është e vërtet. Por, se e kam përkrah dhe e kam bërë krah në mediume është mos e vërtet. I vetmi. Tash nuk duhet hyj se cili kolegë ka thënë, u paraqiten edhe mua dhe thash, shiqo, dhe thras policin. Medium po, Shqip në Maqedoni. Okej. Dhe, se harohen gjërat, a mendojnë se si mund të harohen gjërat. Unë jam kësaj radhe para reagimit të familjes së dëshmorit Hayreddin Arifi nga fshati Sells, dhe jo me ta. Si mund të harohet Hayreddini? Si mund? Dhe pastaj ndodhen ato që ndodhen në atë që quhet përrorim. Se nuk shkuan ta urojnë këta organizatorët ta bëjnë një bin atje ku ishte para një muaj e disa ditë kur ishte Tarshulovski atje. Se nuk shkuan. Tarshulovski mund, ka këta nuk mundin, ha? Me dhimbje të mëdha dhe me zemër të rënduar, po detyrohemi të reagojmë si familje e dëshmorit të parë të fshatit Sells Hayreddin Arifi. Lufta vitit 2001 nuk është ceremoni formale dhe asnjë manifestim për fotografi, ajo është histori e shkruar me gjakun e bijve tanë, me sakrificën e tyre që lanë familjet, shtëpitë dhe jetën e tyre për lirinë që gëzojnë sot. Tamam, është pak më e gjatë, unë i shkurt. Tamam, plotësisht pajtohem me antarët e familjes së Hayreddin Arifit, që edhe protestuar në mënyrë publike. Dhe dini, shumë çka është e kalbër në këtë shtet të shqiptarët. Unë e them, asgjë s'kam me bëdinj kështu tash. Dhe më është bërë qefje që shkon në pozit dhe kur mos arshin në pushtet. Ishte me Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani, dhe mos harroni, bëni një subscribe.